në paradën e ushtrisë dhe policisë e Kosovës. Edhe për mu ishte një ndjenje jashtëzakonshme që e bijat e Adem Jasharit sot e mbrojnë Kosovën. Të dashur qytetarë, e nderuara familje komandantit legjendar Adem Jashari, të nderuara familje të dëshmorëve, të martirëve, të nderuar veteran dhe invalid të luftës çlirimtare, të nderuara viktima civile, të nderuar pjesëmarrës. Sot kjo ditë e shenjtë për popullin ton, 18 vjetori pavarësisë, është një ditë krenarie për të gjithë ne, po është edhe një përkujtim për të gjithë ata që vjuan për lirin ton. Kjo liri nuk erdhi vetvetiu. Ajo u vjua në gjak, në Afrikis, që qëndron me shekuj. Ka nderin që të flasë se dërguar speciale nga presidenta Vjosa Osmani për dhunën seksuale që zëri viktima po dëgjohet anën bombotës. Na flasëm për drejtësi edhe për krime që i kryi Serbia në Kosovë. Ne jemi të gjithë këto për t'i luruat ata nga Haga, se nëse doni me ditë çka bashkon popullin shqiptar, është senimi i lirisë dhe pa drejtësia. Faleminderit të gjithë juve që i shërbyat atë dhejot, kur më shumë ti kishte nevojë. UÇK! Hashim Thaçi, Katri Veseli. Më falni se kam... Dhe Recep Selimi, ata duhet të lirohen. Ata mbrojtin popullin e vetë, si gjithë ushtria shkrimtare e Kosovës. Gëzuar pavarësia. Zonja Vasfije Krasniqi Godman, kjo duartërhiqje është për ju, për nanat, për motrat, për vajzat, e për cilat ju po kërkoni drejtësi. Dhe po, në sytë tuaj e shohim që liria ka